Bismillahirrahmanirrahim. O Allahu im, mbështeten tek ti, kërkoj ndihmë nga ti, të më mbrosh nga brenga dhe mërzia, nga pamundësia dhe dembelia, nga frika dhe kopratësia, nga ngarkesat e borxhit dhe nga nënçmimi i njerëzve. Këto fjalë, përveç që përmbajnë elementin e lutjes, këto fjalë përmbajnë gjithashtu elementin e motivimit dhe përmbajnë elementin ose rrugën e daljes nga kriza. Këtë dua ja ka mësu pejgamberi alayhis salam një burrit të cilin e ka gjetë në xhami, mbështetur në njërin prej shtyllave të xhamisë, i dëshpëruar e i mërzitur nga sfidat e jetës. Pejgamberi alayhis salam me atë rast e ka motivu, e ka këshillu dhe ja ka mësu këtë lutje, e cila pra nuk është vetëm lutje thjesht, sa është motivim dhe sa është rrugë për të zgjidhur problemet e jetës. Prandaj, ky është edhe roli i xhamisë. Njerëzit shkojnë në xhami për të motivuar, për të marrë energji të re, dhe nëpërmjet këtij motivimi të zgjidhin problemet dhe sfidat e jetës. Në kuadër të kësaj lutje, e cila në esencë është motivim dhe është rrugë për dal nga problemet e jetës, është mirë të kemi parasysh disa ekuacione, le të themi kushtimisht. Numër 1, përtatësia i vret ambicjet. 2, zemrimi e vret mençurinë. 3, frika i vret ëndrat. 4, arroganca e vret përparimin dhe zhvillimin. 5, dyshimi e vret besimin. Prandaj, sa herë që shkoni në xhami, është mirë të keni parasysh këto ekuacione, të cilat mendoj se kemi nevojë eventualisht t'i përmirësojmë. E paqet një ditë begat.